Ti e ke bë. E ke bë vetë. Të vjeni natë për veprimet e tua, s'është faja jonë. Më vjen shumë keq. Shkon nxjell evrerin aty në banjë. Faleminderit. Jo këtu. A je dakord me deklaratën e Stenaldos? Çfarë është deklarata e Stenaldos? Që kam fut djalin dhe këtu. Jo, me atës jam dakord. Po ti e ke sjell vetë djalin tënd si kod. Të paktën mbaj përgjegjësi për veprimet e tua. Leri të mbaj të tjerë njerëz. Nikol, nuk ka bërë njëri deklaratë të tillë, Nikol. Faleminderit. Nikol, asnjë s'ka bërë deklaratë të tillë. Nuk e ke thënë atë gjë. Ti mund të thuash se kam dëgjuar. S'ke mund të thuash as jam dakord, as jam dakord. Si jam dakord që se e ke thënë. Ty gjithmonë nuk pranon asnjë gjatë veten. Po do të vinë edhe video jote ose Stenaldo, mos u mërzit. Okej, më fal. Se këta këtë prej, jo s'ka lidhje me mua fare, ka lidhje me ty. Se këtë presin këta. Është diçka që ke thënë nga fjalët e tua 2 herë. Patjetër, ti zoti je dakord me atë deklaratë. Jo, nuk jam dakord. Patjetër që. Pasu se jam dakord, prandaj se kam thënë. Po, unë nuk pres që një person me respekt edhe me vlera si ty ta thot atë lloj gjëje. Futur me fjalët e tij. Me fjalët e tij ai këto ka bërë. Pikërisht. Me fjalët e tij këto bej ka bërë djalit vet. Ti baj fjalët e veta dhe ti Beb dhe deklarat është tjetër gjë. fjalët e tua janë ato. Ti zotëri Me do fjalët e tua në këtë lojë ti e ke fut djalin tënd po. Për gjithë dhunën që ke tregu këtu ndaj meje edhe ndaj tjerëve. Po mos ki merak se si ajo të paqti me mua brenda shtëpisë. Kur? Ja kemë e pa. Kur nuk të lejon ty t'ja hedhësh paqt brenda shtëpisë sa jam. O kur nuk le, kur? Kur nuk le? Kur nuk le plak? Ti nuk ke çerekun e vendosmërisë time. Ja xhelozia. A di sa më zdash mu? Kjo është xhelozia e Stenaldos. Më zdash aq sa ty s'ta merr mendja. Me shtu përpara njët. Me shtu përpara njët më zdash sa ty s'ta merr mendja. Çerekun e vendosmërisë time nuk e di. Kaq. Po. Plot ka thënë Stenaldo. Pa prekur mu, po ka prek gjitha vajzat atje jashtë, Stenaldo, gjitha 30 vjeçare që duan të jenë nën. Se unë nuk e kam shpreh dëshirën të jem nën. Po gjitha 30 vjeçaret që 30 vjeçë duan të jenë nëna sipas Stenaldos për të qenë të pjekura në këtë lojë, me argumentin që unë sjell në lojë, sipas Stenaldos unë nuk jam e pjekur. Nuk jam e pjekur, mjaftueshën 30 vjeçë të jem nën. Është marrë me fatin e mëmësisë time. Kam frikë që prek vajzat atje jashta me këtë thënie Stenaldo që nuk të shkon. Por ti ke rënë grop duke justifiku pa pjekurinë e kësaj vajze, sa pjekurinë e kësaj vajze që jam 6 vjet më e madhe dhe sipas kësaj duhet të jem nëna unë e kësaj. Sipas kësaj unë të bjesh dëshmëri. Dëshmëria, analogjia kjo është. E ke dëpru, o, Roger? E ke dëpru? Kur? Me familje tona ke dëpru. Sa kam sqaruar dhe më të Nikole mora vesh. Po ti haron, jo s'kam nevojë asgjë nga kjo. More vesh, çfarë pa fytyrë je? A more vesh, mos më trego ti mua çarkullo se ku të ndoj çefi mua, more vesh. Ku të ndoj çefi muari? Se pa fytyrësia jote nuk e di domethënë, nuk e kam parë ndonjëherë. A e sqaruam atë muhabet o zonjë dashur të thash çka kuptimi e kisha? Dhe më the Nikole kuptoj, më fal. Nikole kuptoj, më fal. Atëre, mbaj tu zuratin ta analogji që ke bërë ti. Se nuk merr pozicion ai me analogji që ke bërë ti. Shumë ta ka thënë. Për mosën që ke të tregoje një vlerë këto. Të tregoj vlerën me vajzat jashtë se s'është asnjë vajzë e pafytyrë si ti. Tregohet nëse ti je nën. Asnjë vajzë s'është e pafytyrë si ti. Vlera tregohet nëse ti je nën. Vajzë dashur. Për mosën që ke të tregoje një vlerë këto. Po ke rënë prekti që do të treshin finale. Në çfarë atë pafytyrë sa që ke okay do të thotë dikush do të tresh në finale. Vazhdo tani. Duke sjell, duke tani pikërisht e kishe sqaruar këtë muhabet ku ta sqarova unë. Po ja që pa fytyrë sa që ke Nikole kuptova fal. Përsëritë ç'a the tani. Thuaje përsëritë. Ti ke veshët edhe ti gjosh. Nuk jam përsëritë ç'a the. Po nuk do ti ta thush tani. Daj tjetri, mbro pa pjekurinë e kësaj. Unë nuk prekem, minimalisht. Nuk prekem, po i bëj kështu të madhe pas një jave. Unë përfaqësoj vajzat atje jashtë dhe ju jeni të parët që sillni, ti ke sjell krahasimin. Ti ke bërë juelën me krahasu me nënën tënde nga goja jote. Unë nuk jam përkushim më vajzë për ty. Për moshën që ke ty ta jep me këshilla.